Përtej politikës është vendi ku po ritakohemi përsëri. Përmes këtyre bashkëbisedimeve, po provojmë që t'ju japim zë të gjithë atyre që përmes kontributit të tyre në fushat të ndryshme, arsim, shëndetësi, kulturë e të tjera, i kanë dhënë qytetit jashtëzakonisht shumë. Sot, për të bashkëbiseduar me neve, e kemi një mysafir shumë të veçantë që për më shumë se 30 vite, e ky emër besoj nuk don shumë prezantim, i ka dhënë qytetit kontributin e saj përmes fushës shëndetësisë. Mes tjerash, sot do të diskutoj me doktoreshën Ramize Ahmeti Ibrahimi për punën e saj si profesioniste, fillet e nisjes së karrierës së saj, e do të vim deri tek Gjilani sot, e Gjilani për të ardhmen që do të flasim pra për zhvillimet edhe për gjitha tjerat. Doktoresha vazhdon edhe sot me qenë zemër të shëndetësisë së qytetit tonë, pra në shëndetësinë primare të Gjilanit, me rolin e saj që aktualisht është si koordinatore cilësisë në shëndetësinë primare të qytetit, një pozitë që kërkon mes tjerash përvojë, përkushtim, profesionalizëm, po çka unë personalisht nga koha sa e njoh doktoreshën Ramize, është më rëndësishmja është vendosmëria. Një cilësi e cila e karakterizon doktoreshën jashtëzakonisht shumë, përveç edhe shumë të tjerave. Ne kemi një histori të njohjes para se unë të jem kryetari i komunës. Në kohën sa kam qenë punëtor në arsimin universitar, doktoresha ka qenë një ndihmese e madhe jona në proceset e akreditimit të programit të infermierisë, ku me mënyrën se si e ka tregu funksionimin e laboratorëve të infermierisë, e ka nxjerrë si pikën më të fortë të universitetit në atë kohë, pikërisht pjesën laboratorike. Pra ky është pjesa e parë ndoshta e prezantimit prej meje, ndërkaq tash për të na tregu për mënyrën se si keni përfunduar në shëndetësi edhe për fillimin e punës juaj, të karrierës juaj, në pak fjalë unë po e kaloj fjalën tek mysafira jo, tek doktoresha Ramize. Mirëserdhët e faleminderit për kohën. Faleminderit shumë kryetar, faleminderit, jam e privilegjuar dhe kam një ndet të veçantë që jam sot prezent këtu për mi shkëmby eksperiencat dhe për mi nda gjitha ato të mbrimet të cilat janë realizuar në kujdesin parësor shëndetësor, sidomos në 4 vitet e fundit, për nga edhe jam udhëheqëse si koordinatore e cilësisë në shërbimin e kujdesit parësor shëndetësor në Gjilan. Po, para se të flasim për këto, na folni pak për veten. Si keni përfunduar në shëndetësi, cili ka qenë rrugtimi juaj? Po. E ndoshta edhe ndonjë moment veçantë që e keni pasur gjatë karrierës me nda me neve. Po, faleminderit shumë, unë si fëmijë gjithmonë kam ëndrruar që të jem një mjeke, domethënë të jem e përkushtuar edhe me një profesion humanitar, siç është mjekësia. Normalisht që për me ardhur deri te kjo, për me ardhur te titujt specialiste e mjekësisë familjare, mandej master e shkencave menaxhment shëndetësor e këtutje, kam pas bëjë disa sfida. Tu e marrë përballë se shkollimi im ka filluar qysh në vitet 81-82, atëherë edhe kur kanë qenë edhe dëbimet e para nga fakulteti i mjekësisë. Mirë po me një vendosmëri të madhe, me një përkushtim të madh kam arritur që në fund të fundit tash jam ku jam të jem edhe specialiste mjekësisë familjare, që mbrapa vetes të kem edhe 3 mjek tjerë, fëmijët e mi, gjithashtu edhe bashkëshortin tim, që tani më është në penzion, doktor Ramize Ibrahimi pediatër, dhe thjesht rrjedhemi për një familje mjekësh që me të vërtetë dojmë këtë profesion humanitar. Kjo është pika tjetër që doja me përmend, por megjithatë tash e përmendët ju vetë, ju e gjithë familja jeni mjek. Pra, kish me qenë interesant me pa një mbrëmje se e kaloni. Them të drejtën, nuk kemi ndonjë bisedë të veçantë, po secili prej neve rrëfen punën 8 orë që ka kryer nëpër institucione. Edhe gjithmonë shkojmë në atë kontekstin që përsërismi, ka ndodhur një rast, e kemi trajtuar këtë rast, ka ndodhur ky rast dhe kështu që tankohë edhe në shtëpi bëjmë pyetjet, i bëjmë domethënë bisedat rreth shëndetësisë. Është te profesionet e tjera, pak në po foli për jurist. Unë nuk i kam gjithë familjen jurist fatkeqësisht, se kish më qenë interesante edhe kjo. Po besoj që kjo kish mujt me ndihmu edhe në ngritje të cilësisë së profesionistit të fushës caktuar, këtë rast shëndetësore, duke i diskutuar problemet e natyrave të ndryshme që në raste specifike mandej të kujtohet ose të rikujtohet diskutimi në shtëpi e të ndihmojë mandej në trajtim të pacientit. Gjithsesi, unë kam rritur për një familje mesatare, për një prindi që ka qenë punëtor, nuk ka qenë i shkolluar, por ka qenë një njeri shumë i mirë. Domethënë nga e para nga familja ime kam qenë që kam përfunduar fakultetin e mjekësisë, domethënë nuk kam pas asnjë në fakt përkrahje dhe mbështetje kam pas, mirë, por në anën e profesionalizmit nuk kanë arritur asnjëherë të më ndihmoj mua. Po tash situata është ndryshe krejt, kur fëmia janë rrit me një profesionalizëm ku janë krejt mjek, normalisht ata kanë pas pak më të lehtë, ashtu si e thatë edhe ju vetë, gjatë përsëritjeve, gjatë elaborimit të problemeve të ndryshme e kështu me radhë. Normalisht të jesh një prind i 3 mjekëve dhe të jetosh me një familje të mjekëve është privilegj.
Pajtohem edhe unë dhe besoj që është një ndjesi shtesë e sigurisë për juve. Faleminderit. A ka një kujtim të veçantë që e keni për shembull, që mundeni me nda me neve prej punës juaj me pacient, që le të themi është pak më specifik ose më karakteristik nga tjerat? Të them të drejtën ashtu dhe si e prezentove edhe backgroundin tim, unë përveç që punoj si mjekje familjare, dhe më thënë në qendrën kryesore të mjekësisë familjare, jam e përkushtuar shumë ndaj pacientëve për trajtim, identifikim, promovim dhe edukim të pacientëve, po njëkohësisht mirem edhe me edukimin shëndetësor edhe të pacientëve në komunitet. Dhe më thënë të dyat i kam të pandora. Pa pacient nuk mundem me jetu, po edhe pa dhënien e këshillave të pacientëve jo. Kështu që ka shumë momente, dhe më thënë derisa për çdo ditë e kaloj prej orës 7 deri në ora 2 masdite dhe mandej prapë në pjesë të vikendeve, eshtu në diell pak kohë kam mu marr për shembull me punë të tjera, kohën më të madhe e kaloj normalisht me pacient. Kam X momente, mirë po ajo më e rëndësishmja edhe më e mira që është për mua është se kur vjen pacienti dhe thotë se unë ndihem më mirë, kjo është ajo që nuk mundët më matë ajo ndjesi se sa e mirë dhe sa e rëndësishme është kur pacienti thotë se nga trajtimi që ka marrë nga unë, domethënë tani për tani ndihet më mirë. Ku qëllim krejt dhe objektive kam që gjithmonë të kujdesem për shëndetin e pacientëve duke filluar prej 0 ditëve deri në 100 vjet e tutje. Pa dallim moshe, gjinie, përkatësie. Në këtë rrjedhën të natyrshme besoj të diskutimit tonë që po e bëjmë, pyetja radhës që më kishte zgjuar kurreshti kish me qenë për le të themi cilat i kishe pa si sfidat kryesore në shëndetësinë primare, duke ditë që janë këto 3 nivelet e shëndetësisë për opinionin që nuk munden me i ditë, pra është niveli primar për cilin jemi përgjegjës ne si komuna, ku futet qendra kryesore mjekësisë familjare dhe të gjitha le të themi qendrat mjekësisë familjare ose ambulantat që është një në qytet. Pra këto që jemi ne përgjegjës, më pas është spitali rajonal që është përgjegjësia e Ministrisë së Shëndetësisë, dhe në fund e kemi qendrën klinike universitare, po ne kemi folur më shumë për nivelin që i takon qytetit, komunës. Pra, cilat mendon që kanë qenë ndoshta edhe deri në vitin 2021, prej kur i kemi filluar disa ndryshime, për cilat do të flasim ndërkohë, cilat mendon që kanë qenë sfidat kryesore deri aty? Unë mendoj se nëse i radhitim si sfida, domethënë si sfida e parë është për shembull bashkëpunimi mes të 2 niveleve, nivelit parësor dhe nivelit dytësor, madje niveli dytësor me nivelin tretësor. Meqense ne jemi niveli parësor, shëndetësor, jemi hallka e parë që kontaktojmë me pacientin, mandej prej neve, sipas konceptit të mjekësisë familjare, dikun 80%, domethënë të gjitha vizitave realizohen nga mjeku familjar dhe infermieria familjare, ndërsa vetëm 20% është referimi në nivelin sekundar dhe terciar. Ma në përgjithësi, domethënë para viteve të marrshme, domethënë para 4 viteve, si sfidë ka qenë edhe mos normalisht që nuk kemi pas edhe, domethënë edhe pajisje adekuate për ekzaminime të ndryshme, gjë që i kanë munguar mjekut familjar në realizimin e një vizite të mirëfillt me pacientët, qofshin ata në qendrën kryesore të mjekësisë familjare, në qendrat e mjekësisë familjare apo në ambulantat e mjekësisë familjare, por njëkohësisht edhe në shtëpi në kujdesin paliativ, ka qenë si sfidë. Domethënë atëherë, para disa viteve, konkretisht para 4 viteve, mjeku familjar ka qëndruar në ordinancë, domethënë i ka kryer të gjitha shërbimet shëndetësore, mirë po mundësia që një mjek familjar ta realizojë një vizitë shëndetësore në komunitet ka qenë më e pakët. Do të dalë prej institucionit që t'jetë tek njerëzit, tek pacientët. Domethënë se vetë edhe koncepti i mjekësisë familjare parashet që gjithmonë mjeku familjar të jetë edhe në komunitet, mirë po dhe komuniteti të vinë në qendrën e mjekësisë familjare. Për të qenë sinqert, kjo është njëra prej temave që në kuptimin e një qeverisje lokale, ne kemi diskutuar shpesh me kolegët që punojnë bashkë, duke u mundu që t'jemi sa më afër me njerëzit e t'i përfshijmë sa më shumë edhe në vendimarrje dhe në planifikim të komunës, në sektor të ndryshëm kam fjalën. Ajo që ne kemi provuar me bë ka qenë që të ofrohemi sa më afër njerëzve përmes dëgjimeve publike, por rezultati ka qenë që njerëzit nuk kanë ardhur shumë, sepse përshtypja jam ka qenë kjo që njerëzit kanë humbur besimin që kur shkojnë diku në dëgjim publik, mund të reflektojnë institucionet karshi kërkesave tyre. Ndërsa në disa prej sektorëve kemi filluar me 5 ose 6 njerëz dhe kemi përfunduar me 60 ose 70. Dhe besoj që edhe në shëndetësi, tash kur po vim dal nga dal flasim për ato se si jemi sot, e si do të shkojmë edhe të jemi në të ardhmen, besoj që edhe tek shëndetësia kemi pas reflektime të tilla. Pra, ndoshta pyetja e më radhës për juve kish me qenë në korniza të përgjithshme, më thonë, si e shihni shëndetësinë primare të qytetit tonë në ditët kur po flasim, pra me ndryshimet që i kemi bë, pa i përmend gjitha ndoshta në detaje, po vetëm një lloj
pasqyra e përgjithshme, a kemi më shumë shërbime apo kemi më pak? A kemi shtu diçka të re apo si është situata? Sinqerisht po e them, nuk po e them unë, po e thonë edhe qytetarët, në bazë vlerësimeve dhe anketave që kemi bë, konkretisht unë jo marrë me këto anketa lidhur me kënaqësinë e pacientëve, se sa janë ata të kënaqur në ofrimin e shërbimeve shëndetësore në kuadër të kujdesit parësor shëndetësor. Në një storje e suksesit, që gjithsesi po e përmendi unë, po që e dinë edhe qytetarët, është ardhja e mamografisë në qendrën kryesore të mjekësisë familjare, që ka ardhur që nga para 4 viteve, domethënë që 3 vite veç është e aktivizuar ajo, ku kemi personalin mirë të trajnuar i cili bën ekzaminimin e mamografisë. Mamografia është një metodë diagnostike e cila parandalon smundjen më të tmerrshme kancerin e gjirit, që është njëri prej shkaktarëve kryesorë të marrjes së letrave të grave dhe vajzave, po e konkretisht edhe të meshkujve. Po për shkak se nëse themi me përqindje, domethënë përqindja më e madhe i përfshin gratë dhe vajzat, mirë po jo domethënë edhe meshkujt janë të përfshin, po me një përqindje pak më të vogël. Me ardhen e mamografisë, domethënë është ngrit edukimi shëndetësor, domethënë i grave dhe vajzave, se përpara të them të drejtën një grua, konkretisht po nisna për parimi prej vetvetes, ndoshta unë kam qenë pak më e privilegjuar se kam pas një farë të ardhura që kam marrë një rrogë, sado që tjetë ajo, kam marrë një rrogë, ndërsa gratë e tjera janë detyruar që të ndajnë shumë të hollave për me bënë një mamografi. Domethënë se ka kushtu mamografia. Tani më, nëse e bëjmë krahasimin, e shohim se tani të gjitha gratë janë përfituese nga mamografia që e kemi në qendrën kryesore të mjekësisë familjare, me një staf mirë të trajnuar, po vetë ardhja atyre, prezenca e atyre, shifrat të cilat i kemi, na bëjnë me dije që me të vërtetë janë të interesuar për me bën një mamografi që fare nuk kushton. Përfituese këto janë përveç grave, është edhe familja, antarë tjerë familje, sepse identifikimi i hershëm i kësaj smundje që tani më po merr jetra të mëdha, tani po shkon duke u zvoglu. Çdo identifikim i çfarë do lloj smundje në fazën e hershme ka prognozë të mirë të trajtimit. Unë e di që ju e keni shumë qef kulumtimin pyetësort edhe nxjerrjen e rezultateve konkrete nga matjet. Dhe si përgjegjëse ose si koordinatore cilësisë, unë jam shumë i lumtur që keni bërë një punë jashtëzakonisht mirë në CKMF-n tonë. Dhe besoj që këto matjet e opinionit që i keni nxjerrë përmes pyetësorëve tek pacient, këto janë realisht pasqyra më reale e mundshme për nivelin e shërbimeve. Tash, përveç mamografisë, që ka pas dikun koste prej rreth 160.000 eurove, e që në fakt më dhe me mira gra, besoj që ju i keni edhe shifrat e sakta se sa gra kanë marrë shërbime aty. Kanë marrë shërbime pa pagesë prej nivelit primar shëndetësor në Gjiran. Ne kemi pas edhe pap testin që kemi filluar me bë tash. Pra, 2 shkaktarët kryesorë, tash mos t'ju vi keq që më korrigju edhe para opinionit. 2 shkaktarët kryesorë të vdekjes së grave, tek kanceri kemi fjalën, për kanceri i gjirit dhe kanceri i qafës së mitrës. Dhe na kemi dashur këto 2 problematika kryesore të shoqënisë tonë, ose të botës moderne, le të themi, pavarësisht që kjo vlerësohet si punë vetëm nga ata që preken nga kjo smundje. Por jo rastësisht thuhet që kush e shpëton një jetë, është sigur ta shpëtojë gjithë botën. Dhe synimin e kemi pas që përmes pap testit dhe mamografisë të zvoglojmë sa më shumë numrin e rasteve të vdekjes përmes le të themi identifikimit hershëm të kësaj lloj smundje. A mundem na tregu shifrat se sa pacienti kemi pasur ju kanë nështruar? Që t'jem më sakt për opinionin, për shkak se këto shifra janë të evidentuar në qendrën kryesore të mjekësisë familjare, nga viti 2023 janë ofruar 804 mamografi, domethënë për gratë dhe vajzat, me indikacione të veçanta, të cilat janë ardhur për screening. Domethënë, ku është bërë zbulimi i rasteve të reja me kancer të gjirit. Dhe nga ky numër i përgjithshëm, që e tham në 804, po flasim për vitin 2023. Dhe jo për gjithë vitin. Jo për gjithë vitin, se kjo ende vazhdon, domethënë. Është vendos vonë më pas vonë vitin 2023. Kemi qenë komunë me fat edhe privilegjuar se unë edhe raportimet kur t'i bën në kuadrat e Ministrisë së Shëndetësisë si koordinatore e cilësisë, të them të drejtën, na kanë një fal lakmie që e kemi na mamografinë. Domethënë thjesht me fatlume dhe vizionare që kemi bërë. Gjithsesi. Nga shifra prej 804 mamografive se janë realizuar për gratë dhe vajzat, tham gjithmonë me indikacione të qarta mjekësore, numri i përgjithshëm 46 raste kanë qenë të dyshimta me kancer të gjirit. Ndërsa në vitin 2024 numri i grave dhe i vajzave është rrit
në ekzaminimin me mamografi, dhe më thënë këtu ka ndiku edukimi shëndetësor, promovimi shëndetësor i stafit të mjekëve dhe infermerëve familjar, dhe ka arrit në shifrën 1070 mamografi. Për nga shifra prej 1070 mamografive, 61 raste kanë qenë të dyshimta. Dhe më thënë e thashë edhe në fillim... Edhe rritja pas ka qenë thujse proporcionale me... Po, unë po thëmë se gjithmonë këtu ka ndiku edhe edukimi shëndetësor, dhe më thënë nëse e krahasojmë 2021 deri se kanë marrë informatë nëse funksionon mamografia, numri është rriti vizitave. Mirë po në të kundërt është janë zbuluar edhe raste. Dhe më thënë në rastin e parë kemi pas 46 raste, ndërsa në vitin 2024 61 raste të dyshimta. Çka do të thotë se çdo sëmundje e cila identifikohet me kohë, normalisht e ka me pas edhe prognozë të mirë. Dhe më thënë ka trajtim, jo çdo ndryshim në kancerin në gjy, dhe më thënë është kancer. Dhe më thënë ajo duhet të trajtohet. Ndërsa në vitin 2025 janë realizu 350 mamografi, deri në këtë muaj e tutje. Dhe më thënë tani jemi veç në vitin 2025, po vazhdon së funksionuari mamografia, ku deri më tani kena pas 9 raste të dyshimta me kancer të gjirë. Shka do të thotë se postscriptu në fundit, prej fillimit, kemi pas krejt 2264 mamografi, me 116 raste të dyshimta për kancer të gjirit të femrat, edhe fatkeqësisht kemi pas edhe 11 meshkuj. Dhe më thënë jo ata si janë për më gëzu që ata nuk i prek, po edhe meshkujt i prek kësë mundje. mundje. Kam informacion, dikun dhe në 70 euro është kostuja për një mamografi, për realizim dhe për konsul. Ato edhe që e thash, që i bie praktikisht, ne kemi investuar rreth 158.000 euro në pajisje, 157.000 disa, po nuk për përmendi centat, se ma dhe më thojnë për përmendi dhe centat, por vlera këtyre kontrolave që kemi bërë është pikërisht 158.000 euro. Pra dhe përveç kësaj kemi mbërrit që dikun një numër relativisht madh të qytetarëve tonë të procedojnë për trajtim më të tjeshëm, me që rast kemi parandalu që kanceri i gjirit ja marrë jetën dikujt. Dhe unë besoj që ky ka qenë njëri prej investimet është më të rëndësishme, edhe pse në një qytet prej mbi 90.000 banorëve, ose prej mbi 83.000 banorëve tash me shifrat e reja, janë rreth 2264 raste që e kanë bërë këtë analizë, por janë 2264 familje që kanë prend fëmijë edhe familjar të tjerë, të cilë në fund ditës kanë arritë që ta shpëtojnë përmes kësaj pajisje një familjar të që unë besoj është jashtëzakonisht e rëndësishme. Unë thash edhe në fillim se jo që vetëm na si qytetarë të komunës Gjilanit që kena përfitu, mi po kemi pas raste që na kanë ardhur edhe gratë dhe nga Vitia, dhe më thënë nga Kamenice, për të cilët jemi gjithmonë të hapur, me qenë se ata nuk e posodojnë mamografin, mirë por ne si staf shëndetësor jemi gjithmonë të hapur vetëm e vetëm për parandalimin e kësaj sëmundje që po merr jetra të shumta. Edhe për pap teste, nëse keni shifrat me na tregu se sa pacientë. Një histori e dytë e suksesit, do është ta mendoj me juve, po edhe me qytetarët tonë, për ata që e din, për ata që nuk e din, se pap teste është një ekzaminim tjetër, gjithsesi po lidhet prapë me shëndetin e grave. Dhe më thënë, pap testi shpëton një jetë, nëse për shembull identifikohet edhe kryet një screening i pap testit me kohë. Ne kemi pas prapë, po them një fat që prapë kemi pap testin, ku kemi të trajnuar 3 specialistë mjekësisë familjare, edhe një infermiere familjare, janë mirë të trajnuar, tani më ka kalu në durë të krejt qendrës kryesorit mjekësisë familjare vetë e realizojnë, ato bojnë kontrolla, doktoreshat, identifikojnë, promovojnë, po edhe referojnë nëse ka nevojë. Dhe më thënë se vetë koncepti mjekësisë familjare nuk kupton që edhe referimi nëse ka nevojë. Dhe më thënë sa i përket shifrave të pap testit, ne kemi fillu me këto shërbime, dhe më thënë këto shërbime ofrohen sa për transparencë një herë në javë, dhe më thënë gjdo të mërkure. Marrja e mostrave. Po, marrja e mostrave, ekzaminimet, dhe më thënë doktoreshat vendosin me eksperiencën e tyre të shkëlqyshme, se nëse ka nevoj ato për trajtim të matutjeshëm, mirët mostra, analizohet, dërgohet për pap testi për histopatologji, edhe dhe më thënë gratë janë të informuar qofë për mes telefonit, saktojnë termine, apo si ka dhënë peer-to-peer shoqja për shoqën, që njëra me tjetër në tregon, ose tani më veç e din këto, dhe më thënë se është kjo funksionale dhe funksionan, edhe vini kryin me kohë. Dhe më thënë sa i përket numrit, për me qenë pak ma korrekt, dhe më thënë nga viti 2023, dhe më thënë ka fillue punën pap testi, nga raporti viti 2024, në dhjetor që kemi fillue, deri tani janë marrë 938 mostra, prej të cilave 52 kanë rezultu me abnormalitet të qelizave epiteliale. Dhe më thënë një zonë, dhe më thënë, po që duhet të vazhdohen për trajtim, dërsa prej këtyne 38 mostra tjera kanë hyrë në numrin e përgjithshëm që kanë rezultue me mostra të paknaqme për vlerësim dhe për
evaluim. Dhe më thënë, këtu është dashtë, kjo nënkupton që këto gra mandej është dashtë për shkak të infeksioneve të ndryshme që përsëriten, të trajtohen, po e mira krejt smirës është që këto janë zbulu, janë ardhur, edhe është interesimi është mjaft i madh, vazhdon pap testi, asnjëherë nuk mbyllet, domethënë çdo të mërkure fillimeve kemi edhe materiale të bollshme, domethënë fal menaxhmentit të përkrahjes dhe mbështetjes së komunës, domethënë kemi teste. Thash edhe për kancerin e qafës mitrës, po edhe për kancerin e xhirit dikur gratë, ndoshta janë detyru me punu punë dore vetëm me i siguru paret për me bo një pap test sot, ato i bojnë falaz. Njëna prej sfidave që i përmendën në fillim kur i pyeta për sfidat gjatë karrierës juaj, ishte edhe bashkëpunimi mes nivelit primar dhe sekondar shëndetësor që i bie mes institucioneve tona si komunë që i kemi dhe spitalit të qytetit, i cili është edhe spitali regional në të njëjtën kohë, por tash quhet spitali i përgjithshëm. Ishte që bashkëpunimi nuk ka qenë në nivelin më të mirë të mundshëm. Tash pap testi është njëri prej shembujve të mirë të bashkëpunimit tonë. Tash po thonë, nëse bëjmë krahasimin, çush ka qenë dhe çush është, tani kemi një bashkëpunim të mirë, se vetë doktoreshat që vinë për nivelin sekondar, ginekologe me profesion, ato kanë ndihmu në trajnimin e suksesshëm të 3 doktoreshave mjeke familjare, domethënë tani ka kaluar në dorë tona, këto e bojnë me profesionalizëm, mirë po megjithatë edhe nëse kemi ndonjë konsultim, prapë janë të mirë së ardhura, doktoreshat e qendrës mjekësisë familjare të bashkëpunojnë me nivelin sekondar. Ato që ndoshta me ndo një e mirë e pap testit, domethënë një përfitim i pap testit, në këtë rast është edhe vaksinimi me humana papillomavirusin, që nënkupton vaksinimin kundër qafës së mitrës, kancerit të qafës së mitrës të vajzat, domethënë që ndoshta një prind tash nëse vaksinon një vajzë prej moshës 11 deri 12 vjeçare që i bie klasa e 6, domethënë ai ka me të falenderu kur t'i bën ajo vajzë 20 ose 30 vjet. Domethënë ajo është e mbrojtur. Domethënë nëse e merr. Kemi pas fat të bëjmë vaksinimin e këtyre vajzave, të bëjmë promovim edukim shëndetësor përmes ekipeve të vaksinimit, përmes mjekëve familjar, edhe ta hek me atë paragjykimin se vaksina kundër humana papillomavirusit dhe kancerit të qafës së mitrës për vajzat është i dëmshëm. Një tjetër sukses është se vitin e kaluar kemi filluar vetëm me vajzat e klasës 11 vjet deri në 12 ose klasa e 6, se disa i kanë 11 vjet ose 12, tani kena dhe... Kjo tregon që fëmijët ju kanë rrit juve tash. Po, unë mesën e kom vaksinu, sa për transparencë, kam qenë e pare që kom vaksinu mesën tem, tani është ajo në vitin e parë fakultetin e mjekësisë që ka përfundu, dhe para me shoqet e veta kanë fillu, janë vaksinu në qendrën kryesore të mjekësisë familjare, me hekat paragjykim se vaksina vetëm mbron. Edhe thash edhe në fillim, prindrit kanë me qenë falenderues kur të bëhet mosha 21 ose 22 vjeçare. Sa i përket përqindjes së vaksinimit për transparencë, 80% jemi komuna mas shumëte që kemi mërri me përqindje, se në Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik raportohen këto të dhëna. Fillimisht në vitin e parë kemi qenë dikun 69%, mirë po që nuk kemi qenë të kënaqur, edhe kemi arritur të me bë promovim, edukim shëndetësor, kontakte me prind, të shfrytzuar gjitha metodat edhe mjetet e edukimit shëndetësor për sqarimin edhe rëndësinë e humana papillomavirusit, e tani më për sot, deri sot kur po flasmi, kemi dikun 80% të djemve të vaksinuar dhe 83% të vajzave. Sigurisht për opinionin ju intereson se nga kush mbron kjo vaksin, të vajzat mbrojnë nga kanceri i qafës së mitrës, nga kancerit e lythave të ndryshëm, të gojës dhe fytit, edhe të zorrës së trashët. Mirë po edhe të djemë, dhe më thëmë mbron nga kanceri i organeve gjenitale të mashkujt, të lythat gjenital të mashkujt, nga kancerit të ndryshme të fytit dhe të gojës. Dhe më thëmë kjo është një jashtëzakonisht një vaksinim që unë dikun në bazë të kështu shakom dëgju, dikun është me një kosto shumë të madhe ku e japin në përvende tjera të Evropës. Në më dhe vaksinën, kosta e vaksinimit është shumë e madhe. Po, tek ne është falaz. Dhe më thënë, të na vetëm në navitit promovim, edukim, përkraje, qasje, transparente me populatën, mirë po vetë shifrat me 80 dhe 83%, 80% të mashkujt dhe 83% të femnave, me 2 vjetë vaksinimit, kjo është me të vërtet një histori e suksesit që kemi arrit. Na kishë mujtë me bisedu shumë gjatë, edhe një sajrë që takuemi flasim për shëndetësin, me gjithë se unë jam laik në këtë fush, por me gjithë atë, duke qenë kryetar komunëm, duhet jemi informum në vijat përgjithshme për këto probleme. Unë po mundohem me i përmendë disa çështje, për cilat kisha dashur me ndëgju një koment shkurt prej anës juaj, për efektin që mund ta kenë në cilësinë
e shërbimeve që ofrohen. Ju e dini që qendra e tretë për nga numri shërbimeve në qytetin tonë është ajo në lagjen Arbëria, dhe objekti që ka qenë më herët ka qenë jo më i miri i mundshmi, le të themi. E ka kry punën e tij sigurisht, por nuk ka qenë më i miri i mundshmi. Aty kemi ofruar mbi 20.000 shërbime në vit, është qendër mjekësisë familjare që punon për lagjen Arbëria, për Zabelin, për Velekincën, me sa edhe për Llashticën në një kohë të caktuar. Pra është një pjesë shumë e madhe e qytetit, ku marrin shërbime shumë qytetarë. Aty kemi ndërtuar një qendër të re në vlerë prej 320.000 euro, ku kemi edhe shërbimin e stomatologjisë, shërbimi stomatologjisë laboratorit. Ndërkaq përveç kësaj, unë po i përmendi shpejt, e më pas ju veç na jepni një pasqyrë të përgjithshme të një reflektimi mbi cilësinë e shërbimeve që ofrohen. Kjo kish më qenë më rëndësi. Më pas edhe shërbimin e laboratorit e kemi shumë të ngarkuar në qendrën kryesore të mjekësisë familjare, dhe me qëllim të decentralizimit të shërbimeve, pra për me ofru më afër qytetarëve, i kemi bërë edhe 5 laboratore tjera nëpër fshatra, ku edhe ato fshatra shërbejnë si pika të gravitimit për fshatra tjera përreth. Le të themi në Zhegër, në Bresalc, në Cërnic, në Miresh, pra janë fshatra të cilat e mbledhin një pjesë të madhe të atij regioni ku gravitojnë dhe marrin shërbime. Këto kishin qenë dy prej pikave në cilat ndoshta ose le të përfshijmë këtu le të themi edhe ndryshimin e orarit për disa prej institucioneve ku jemi kaluar nga 2 ose 3 ditë në 5 ditë shërbim përmes blerjes së shërbimeve, e më pas do të flasim edhe për pikat e tjera që i kemi me rëndësi të veçantë. Vetëm mos ju mbese borse te puna e vaksinimit, ndoshta një informatë shumë bazike dhe shumë është e rëndësishme, kur folim për humena papillomavirusin. Publikisht i thras të gjithë qytetarët e komunës së Gjilani se kemi vaksina, dhe më thënë kemi në dispozicion vaksina për humena papillomavirusin dhe mund me arë mi marë edhe vajzat për moshës 13 dhe 21 vjetë. Këto janë falas. Informacion me rëndësi edhe kjo. Vazhdojmë me storin tjera të suksesit. Ato se e përmendet edhe ju, qendra mjekësisë familjare Arbëri, me hapjen e qendrës së mjekësisë familjare Arbëri, me renovimin edhe me pajisjet të cilat ju kanë shtu qendrës së mjekësisë, ndërtimi i ri, pajisjet e reja, domethënë është bën ngritja e cilësisë së shërbimeve shëndetësore. Tani më pacientët nuk vinë për qendra të mëdha, se zakonisht ka qenë si një paragjykim me vizitu qendrën kryesore e mjekësisë familjare, ka mjek më mirë, ka pajisje më të mira, kryen shërbimet më të mira. Jo, tani më pacientët, domethënë janë vetëdisu se dhe din që edhe qendra më e afërt e shërbimeve shëndetësore ka cilësi të shërbimeve shëndetësore. Me këtë që po e them, ato që thatë edhe ju, është ngritë cilësia e shërbimeve shëndetësore në QMF Arbëria të tani me Emine, që ka emrin edhe Emine, domethënë është shërbimi stomatologjisë. Shërbimi stomatologjisë punon në 2 ndrrime, që përpara nuk ka pas shërbim të stomatologjisë, ta është punu aty këtu ndoshta një ditë ose 2 ditë varësisht që shkena arrit me e kompletu, tani punon në 2 ndrrime, domethënë punojnë 2 stomatolog dhe infermiere që janë asistente të stomatologjisë. Për hir të transparencës, do të theksojmë se këtu kemi edhe radiografin, të cilën e bëj radiografin e dhomëve, dhe me thënë që është një pajisje që nuk e kanë qendra tjera, dhe me një përkushtim të mirë çdo stomatolog, dhe me thënë 2 stomatolog që punojnë, marrin radiografit, i bëjnë radiografit e dhomëve dhe në njëjtën kohë kanë mundësi me i dërguar te stomatologët për shembull në Zhegër. Por rentgenin maksilofacial ka pas shumë probleme me emrin e dhon, nëse është shërbim i mirë shumë. Po. Dhe unë pajtona plotësisht me ato që po thoni ju, pra që kemi arrit me përmirësuar jashtëzakonisht shumë nivelin e shërbimit. Edhe kënaqësia e pacientëve është rrit, për shkak se ata nuk vinë, më nuk frekuentojnë, marrin në qendër kryesore me kontaktu një stomatolog, po gjitha shërbimet i marrin aty. Përveç kësaj, mendoj që është një punë tjetër që jemi mundu me bë, ka të bëjë pak me punësimin e profesionistëve shëndetësor. Janë 2 kontrata të blerjes shërbimeve që janë bërë për punësimin e stafit të ri, përmes cilës kemi arrit rreth 26 mjek të ri, të punësojmë në shërbimin primar shëndetësor dhe përmes kësaj forme të rrisim numrin e shërbimeve. Pra 26 profesionistë të ri shëndetësor që kanë qenë mjek të papunë, i kemi punësuar. Ky ka qenë veprimi i parë, besoj që ka qenë i mirë. E përmes tyre kemi mbërritur që të mbulojmë punktet, pra këto AMF dhe institucione tjera shëndetësore që janë jashtë qytetit, kryesisht jashtë qytetit, që kanë qenë pa staf, me çka kemi rritur orën e punës dhe kemi ofruar shërbime më të mira për cilën folë tash. Por përveç kësaj kemi mbërritur me bë disa shërbime të reja. 2 prej cilave unë kisha dashur ndoshta më unal pak më tepër. Njëri prej tyre është kontrolla sistematike në shkolla, ku po ofrojmë shërbime shëndetësore, kontrolla të rregullta shëndetësore për rreth 13.000 nxënës, nga parashkollor deri në klasën e 9.
një prej ekipeve besoj që edhe ju jeni marrë edhe me këtë punë, sigur për shumë punëve tjera. Dhe identifikimi në shumë rasteve. Sidomos parametrat që i kemi marrë dhe kontrollat ose rezultatet që kemi dërguar tek secili pacient në pliko, në zarfa të mbyllur. Secili prind ka qenë informuar. Kontrollat më të tjeshme, ka qenë dhe konfidente gjithmonë. Dhe përveç kësaj, ndoshta më na fol pak për kontrollat sistematike një, dhe e dyta edhe për shërbimin paliativ. Pra, ku kemi qenë dhe ku jemi. Unë kisha dash pak edhe për... shërbimin paliativ duhet ta sqaroni për opinionin se çfarë. Po, për shërbimin paliativ, mirë po edhe për shërbime qendrore ku i përmend pak më herët edhe laboratoreve. Kemi startuar me 3 laboratore, ta i kemi 7 laboratore, me pajisje të cilat i kryejnë të gjitha analizat hematologjike dhe biokimike. Një arritur që prapo e them se në përqendra tjera nuk bëhet, është matja e nivelit të sheqerit në 3 mujorin e fundit, që ne e quajmë si HbA1c-n, që rrallë qendra tjera, dhe më thënë, mos flasme vetëm këto, po dhe qendrat edhe më të mëdha nuk e kanë këtë mundësi për realizimin e kësaj analize. Që nënkupton kjo se identifikon të gjitha ata pacientët të cilët kanë qenë me diabet, për me ditë vlerën sa kanë, po dhe ata të rritë, të cilët veç janë me diabet, kjo analizë dhe më thënë i ndihmon në zbulimin dhe identifikimin e mëhershëm të sheqerit dhe mbajtjen nën kontroll të sheqerit. Përveç HbA1c-s bëhet edhe CRP-ja, dhe kjo është shumë e rëndësishme për mundësi për qytetarët, që edhe këta i bëjnë falas, dhe më thënë këto nuk paguhen, bëhet një herë në javë. Edhe vizitat sistematike e kanë atë rëndësinë e vet, që kemi filluar dhe më thënë prej edhe me në vitet e mëhershme, mirë po një cilësi më e mirë e ngritjes së këtyre shërbimeve është tash me ekipet. Ato që thatë edhe ju se marrëdhja e shërbimeve shëndetësore, pranimi i mjekëve të ri, edhe infermierëve të reja, të fillu prej stomatologëve, mjekëve të përgjithshëm dhe ata të kujdesit paliativ, dukshëm me 1% jashtëzakonisht të madhe e ka ngritë edhe cilësinë. Se tani më pacientat veç kujdesit paliativ, dhe më thënë përveç që marrin shërbime disa prej tyre dhe në qendrat e mjekësisë familjare, ekipa e kujdesit paliativ bën vizita në shtëpi. Përpara ka shku vetëm infermierja, e ka kryer vizitën, tani me pranimin e stafit të ri të mjekëve kemi mjek që permanent gjithmonë shkojnë me ekip. Unë nëse kam kuptuar drejt për informacioneve që kam marrë për ju shë prej të tjerëve, në të kaluamën kemi pas një ekip me 2 infermier, pa mjek, të cilët kanë punu prej orës 7 në mëngjes deri në ora 1. Dhe kam punu 5 ditë në javë. Po, sot është dallimi. Kemi 3 ekipe, me nga 2 infermier dhe 1 mjek, që mund të jenë aty për çdo rast se ka ndonjë reagim ose nëse ka ndonjë alergji ose diçka të ngjashme. Kjo është të kompletuar me mjek. Punojmë nga ora 7 e mëngjesit deri ora 8 mbrëmje, pra punojmë 13 orë. Plus vikendeve. Në javë, po dhe vikendeve janë dispozitiv. Ana tregoni se na kemi qenë vizitë bashkë tek një pacient e cila fatkeqësisht ka ndruar jetën pas siç e kemi marrë vesh. Pra, ana tregoni për lehtësimin, për rëndësinë e ofrimit vizitave të kujdesit paliativ ose të vizitave në shtëpi për pacient, cilët mund të kenë nevojë mbase edhe për më shumë se një herë në ditë vizitohen. Edhe në kuptimin financiar, por në kuptimin e një barre familjare që mund të jetë. E më pas, besoj keni edhe numrat me veti. Po, gjithsesi. Sa i përket kujdesit paliativ është një kënaqësi edhe jo vetëm për pacientët të cilët janë, tu e ditë se kujdesi paliativ janë minutat e fundit të fazës së jetës, dhe më thënë lehtësimin e vujtjeve të pacientëve. Në atë rast, jo vetëm pacienti që i vun ato vujtje, po edhe anëtarët e familjes e kanë më të lehtë tash me realizimin e vizitave në shtëpi. Me kujdes paliativ, ata nuk e marrin pacientin me prunë në qendrat e mjekësisë familjare apo në qendrat e mjekësisë familjare, mirë po ekipi jon, mirë i trajnuar, me staf me mjek që thatë edhe ju, dhe infermier, me pajisje, me terapi, ofrojnë shërbime kualitative të pacientët në kujdesin paliativ. Këtë rast ndonë të kënaqur edhe anëtarët e familjes, po edhe vetë pacienti i cili është tu trajtuar në kujdesin paliativ. Sa për transparencë për kujdesin paliativ, edhe këtu kemi realizu një numër të madh të vizitave, po gjithmonë është mirë me qenë konkret me shifra, ndërsa në vitin 2024 janë realizue 4.452 vizita. Shka do të thotë se në vitin 2025 deri në maj kemi arrit mi realizu 2.618 vizita. Këto janë ofru gjithsej 60.088 shërbime. Kur themi vizita, nënkuptohet tash me 60.088 shërbime që ju kanë ofru. E kush hyn tash në këto shërbime, janë kontrollat e përgjithshme, mandej aplikimet e ndryshme, po edhe referimet nëse ka qenë nevojshme, kujdesi paliativ, dhe më thënë ka bëhe edhe referimin në nivelin sekundar. Kur dhe se natyra e smundjeve në kujdesin paliativ është ndryshueshme,
shpesh herë do këtë se është në përmirësim, nga një herë dhe përkeqësohet, mirë po lehtësimi që e ka bo qendra kryesore e mjekësisë familjare është se tani më kujdesi paliativ, se e thatë edhe ju, 7 ditë në javë, çdo ditë të e përfshi edhe këto vikendet ofrojnë shërbime shëndetësore. Mirë po edhe feedbackun edhe prej pacientëve kemi përmes lavdatave që është e kuptueshme që ndoshta në kohë të saktë, po nuk mujnë me mrimi, po vonesa nuk ka. Domethënë vizitat realizohen edhe një efekt tjetër pozitiv besoj rritjes së ekipeve të kujdesit paliativ për vizitat në shtëpi është tash edhe urgjencën e kemi të lirë dhe punon vetëm për rastet urgjente që janë në teren. Po. Le themi kur kemi pas vetëm një ekip, kujdesi paliativ, vizita në shtëpi ka mujt me qenë në një fshat caktuar. Po. Ndërkaq kur kemi pas thirrje tjetër për shkak që jemi të obliguar të reagojmë, urgjenca është dashur të ofrojë shërbimin, edhe nëse urgjenca ka qelluar le themi në Zhegër, e aksidenti na ka ndodhur në Bresalc, ka qenë kohë shumë e gjatë e intervenimit, me çrast është rrezikuar edhe jeta e pacientëve dhe tash nuk e kemi një gjë të tillë, që besoj është jashtëzakonisht e mirë. Tash i kisha pas disa pyetje ose kërkesa për komente për juve, po mundësisht shkurta, po ju lutem shumë se koha më na shumë shpejt, do të më fol pak edhe për të ardhmen. Për disa gjëra tjera sepse shëndetësia është edhe mirëqenie fundja, nuk është vetëm ofrimi kujdesit shëndetësor, sepse kur bëhemi për mjek i bie që nuk jemi mirë më. Dhe janë disa gjëra tjera që ne i kemi ndërmarrë si hapa për të kujdes pak edhe për mirëqenien e qytetarëve. Njëra prej cilave është edhe subvencionimi i banave për qytetarët e tonë, që është në vlerë prej rreth 300.000 euro për 3 vjet. Më pas kemi subvencionimin e lindjeve, që e kemi bërë si komunë, me vlerë prej rreth 130.000 euro po ashtu. Si dhe një prej gjërave shumë të rëndësishme për cilën jam shumë krenar, ju them drejtën, është që nga viti 2022 dhe vitin 2024, pa përfshi këtë vit, pra 2025, i kemi rreth 163 raste, ku kemi subvencionuar me rreth 170.000 euro qera, në mes të cilave kemi edhe nënat vetë ushqyese, pra që ju ka vdek burri se janë të shkurorzuara nga bashkëshortët e tyre për arsye të ndryshme që mund të jenë. Dhe në këtë formë pra jemi mundu maksimalisht që t'ju qëndrojmë afër edhe njerëzve tonë. Një gjë tjetër me rëndësi besoj është edhe, po që mund të jetë ndoshta shumë modeste për me përmend, janë edhe vizitat e kontrollat që kemi filluar me pensionistët, që shkojmë e i vizitojmë dhe i bëjmë kontrollet. A mendoni që kemi bërë punë të mira në këtë drejtim dhe ndoshta për të kalu gradualisht me këtë, sepse edhe koha siç e thash po na ec pak po na shkon. A mendoni që kemi bërë punë të mira në mirëqenien e qytetarëve të përgjithshme? Dhe me këto mandej po fillojmë të diskutojmë pak edhe për atë se ku e shohim shtetin tonë. Jo që po mendojmë, po punë të mira po bëhen, punë të mira po kryen, jo që po e thajmë ne, po e thojnë edhe qytetarët. Për shkak se tani, në këto 4 vitet e fundit, të gjitha moshat më vulnerabile, kategoritë e marginalizume e kanë ofrimin e shërbimit shëndetësor me një cilësi të lartë që në krahasim nuk ka mujt për një arsye apo arsye tjetër më ju ofrue. Ju e thatë edhe vetë se rritja e punëtorëve shëndetësor, mjekëve dhe infermierëve, marrja e pajisjeve të ndryshme, që kompletimi me pajisje të ndryshme shëndetësore që janë bazike për kujdesin parësor shëndetësor, e ka ngritë edhe cilësinë e ofrimeve të shërbimeve në kujdesin parësor shëndetësor. Doktoresh, tash për të shku për ka ardhmja, na folëm për atë që ka qenë se si jemi tash dhe tash po folim shkurtimisht edhe për të ardhmen. A mendoni që ka ndonjë shërbim, ndonjë punë, ndonjë nismë të re në fushën e shëndetësisë që i mungon kujdesit primar shëndetësor sot? Unë po mendoj që me këto që i tham pak më herët, to duhet veç me qenë në vazhdimsi dhe në kontinuitet, mos më shkëput gjitha këto veprimtari që i përmenëm. Edukimi vazhdueshëm profesional është i domosdoshëm, dija s'ka i kur, dhe më thënë duhet të përfshihen të gjithë stafi, mjek, infermier, po edhe stafi tjetër mbështetën, përmes ligjëratave të edukimit të vazhdueshëm profesional, edhe pse ju edhe marrja e specializimeve. Në fushën e shëndetësisë? Shëndetësisë, primare. Tani, na për me realizëm me implementu konceptin e mjekësisë familjare normalisht që në nevojitet të disa. Mosha mesatare e mjekëve familjarë tani më është dikon 50-52%. 52 vjetë. 52 vjetë, në falë, po. Edhe mendoj që për me implementu mjekësinë familjare në nevojiten ende kuadrat për specializim për mjekësinë familjare. Na e kemi nisë një iniciativë të re me drejtorin e QKMF-s për blerjen e aparatit për ultratinguj. Ultrazërit, i cili besoj që do ta lehtësoj edhe do ta ndihmoj sidomos referimin në nivelin gjithsesi gjitha këto mjetet që kanë diagnostike hyjnë në shërbim të mjekut familjar. Tu e fillu prej pap testet, mamografisë, ultrazërin fakt e kemi edhe ultrazërin, po tani kemi edhe stafin e trajnuar
për përdorimin e ultratingullit. Besoj që edhe kjo kështë me qeni me... Po, edhe një tjetër, po, mendoj që edhe kjo edhe gjithsesi pa dyshim e ngritë edhe cilësinë e shërbimeve shëndetësore, kur mrena për mrena qendrës i kryen të gjitha shërbimet pacienti, me indikacionet të qarta mjekësore, duhet të referohet mirë, po në parim ato shka e bazike mund mi kryen në kuadër të qendrës kryesore të mjekësisë familjare. Ndoshta pyetja fundit për me kuptu edhe logjikën se si mendojmë ne kryetarët e komunave. Prej asaj që e kam vlerësuar deri tash në shëndetësinë primare në Gjilan, besoj që mund të jetë një nevojë e qytetit ndërtimi një urgjence, pra ndërtimi i urgjencës si objekt i veçantë, ku ata mund të funksionojë gjendje gatishmërie 24 orë. Dhe e dyta, në disa lagje të reja të qytetit, siç është Fidanishtja 1, pra pjesa ku shkojmë rrugës për Kamenic, përballë kazermës së FSK-s, ku ka ndërtim shumë të madh të objekteve të banimit kolektiv, aty duhet një QMF e re. Ndoshta a mendoni që këto dyja si nisma, QMF e re për lagjen Fidanishtjen 1 dhe një qendër për urgjencën do të ishin të nevojshme apo jo? Patjetër do marr për bazë numrin e banorëve dhe se sa po rritet qyteti, domosdoshmërisht do janë pikat kyçe që po mendoni që janë adekuate për hapjen e këtyne e urgjencës fakt edhe të një qendër të mjekësisë familjare. Unë mendoj që me këto ndoshta kishim mujt po jo mos mund dalna. Prap do të vazhdojmë, po mendoj kjo kishte pak me zbut sa do pak edhe situatën. Megjithse nëse e krahasojmë me vitet e kaluara, ne jena shumë mirë, po me ato kur nuk duhet më kënaqsh me ato që keni me mbri. Ne duhemi me vazhdu edhe me punu, kemi përkrahjen e juve kryetar, pikërisht kemi një bashkëpunim me stafin menaxherial të QKMF-s, po edhe një vullnet të mirë të stafit të cilit punojnë dhe veprojnë në kujdesin parashore shëndetësor. Duhet jemi mirënjohës për ato që e kemi, por asnjëherë të kënaqur. Jo, se stagnojmë, kështu që duhet të vazhdojmë. Do thësh edhe për fund, ndoshta një mesazh të shkurt për gjithë ata që e shohin këtë bashkëbisedim tonë, në një këshill për qytetarët e Gjilanit që e keni, edhe më pas dal ngadalë po i vije fundi. Unë me një këshill nuk i kisha përfundu, kom shumë këshilla, mirë po fillojmë ato që nga sot i thras të gjithë gratë për mamografi, thras gratë për pap test, të cilat janë falës, që ofronë shërbime shëndetësore për çdo ditë në kuadër të qendrës kryesore të mjekësisë familjare, të bashkëpunojmë se tani më kemi vendosur ta realizojmë edhe këshillin e pacientëve, që harrova me përmend, në kuadër të kujdesit parashor shëndetësor do të jetë një grup që do të mirën edhe qytetarët edhe do t'i përcjellin edhe gjitha nevojat, domethënë gjitha ato ankesat, sugjerimet, propozimet, lavdatat përmes këshillit të pacientëve, edhe janë të mirëseardhën në ofrimin e shërbimeve shëndetësore në kujdesin parashor shëndetësor. I mirëpresim. Kjo ishte doktoresha Ramize, një profesioniste e përkushtuar shëndetësore, një nën, një familjare po ashtu e përkushtuar, një familje plot mjek, që ndau me neve momentet veçanta edhe të karrierës saj, por edhe të punës tonë përbashkët. Unë po shfrytëzoj rastin që nga këtu t'i falenderoj gjithë mjekët e komunës tonë që punojnë në kujdesin primar, por edhe në atë sekondar, për përkushtimin e tyre të jashtëzakonshëm që kanë ndaj pacientëve të Gjilanit, duke uru e shpresu që numri pacientëve të jetë sa më i vogël i mundshëm, pra që të ketë sa më pak nevojë për trajtim shëndetësor, dhe duke e përcjell mesazhin e ruajtjes së shëndetit dhe kujdesit si preventiv për nevojën për trajtim shëndetësor. Uroj e shpresoj që të shihemi në bashkëbisedimin e radhës me një profesionist tjetër shëndetësor ose edhe një profesionist tjetër të lamive të ndryshme, ku do të ndajmë storje tjera, momente tjera dhe do të planifikojmë edhe të ardhmen. Deri atëherë, mirupafshim.